taj nuk e di këtë çka është ka flet. Që tha, shko tha se pas ka ndodhur tha diçka urgjente. A ishin shqiptarët apo jo? Jo, ai ka qenë, ai nuk e di se oficer me përkatësi kombëtar nuk e di. Po me siguri në bazë fol ka qenë serb. Tha, shko tha se po dash jam shku tha ti sot shku. Jem shku aty te punëtorët e sigurimit. Edhe gjitha parashikimet mi kanë bën me dieni që unë kam me shku në Shkup e s'kam u kthy më në kazernë. Ma kanë dhënë biletën i drejtim. Ma kanë dhënë një çantë me çuat atje me dorëzu. Çantë? Po, një çantë mjaft e madhe. Edhe me kërë zyrtar më kanë qitë në stacion të autobusov. Jëm hyp aty e kum pa personit që të më përcjell mu. Edhe kur kam hy në autobus, nuk është ulaj as para as në, po ullë para anash që janë të ullëset, që më pa mu çdo lëvizje që kisha çantë me vetë. Edhe ai më tregoi tha, këtë çanta ja jep kolonelit me emën në zonë 3 Ushtarakën në Shkup. Unë në autobus, shkova, unë e pasha atë person që vjen mas me, kur kom dalë prej stacion të autobusa me shku në zonë 3 Ushtarakë, është një të bukur e madhe me e s'kam aty, edhe para hymjes aty ka qenë një park, edhe unë me qëllim, pak unë nga dalsova, me vrejtë se ai rike dikun jo ma lasë edhe të me i tha mrafa meje. Edhe kur nale ane, ai me njëherë anash u nale dhe kishe jonë diçka të ledzu, edhe vazhdova unë në rrugën, shkova në zonë 3 Ushtarake. Kur hynë aty e lypa unë e prorin me emën, kur shë edhe më qunë taj, si marte jo dhe pjepa ti qonë të tha shurno, thash, këtë qonë të keni prej lepjet, edhe ajo habet në atë moment edhe tha, qka është kjo? Tha, qka është kjo, tha Krasniq? Do më thonë, kjo do më thonë, masane që këmë analizune, unë s'kum pasin më rria të heqë. Ai se ka ditur që po pret? Ai nuk e ka ditë që unë e këmë shku aty heqë. Edhe zakonisht, likuidimet të prorë të ushtarëve shqiptarë i kanë bon dëmo 2 persona, ai që ka urnu dhe ai që ka ekzekutu. Personin të jetë se ka ditë kur. Po çfarë kishte në çantë? Nuk e di se çanta si ku këshyr, kurse se çto ku majt në tren. Ka qenë mbyllë me dry. A me dry ka qenë? Me dry ka qenë mbyllë, edhe vetë që ama parashtrova pyetjen tash mos kanë vendosur armë. Jo, unë masane ku mendova ato, të i ditë ata lidhjet e mia që kom pas me Shqipëri, ata kanë qenë të bindun që unë kam me tentu me ik për Shqipëri, edhe personi që më ka përcjell. Po pse mendoni që ata e kanë ditur që ju keni lidhje me Shqipëri? Edhe këto do të tregoj ma tutje nëse s'harroj tani me përmend se edhe këto gjatë hetimeve unë mendova që këta nuk e dinë që kum pasur kontakte me ta. Se gjatë hetusis që ka zgjatë domethënë dikon ato intensive kanë qenë 2 javë, po hetimet kanë zgjatë 3 muaj. Po si ju arrestuan se këtë moment nuk e kapën? Po, që mos ta shpërqendrojmë pa. Kur ja dhash atij çantën. Edhe në atë moment ai që tha, thash sa Jehova tha, se falë se po shprehna se bokrat. Jo, s'ka lidhje. Thash nuk di, thash kjo është për juve. E kuptoj në moment. A tha, në rregull tha, pe kuptoj. E aty kanë fillu hetimet. Për kazemën Prilep, hetime për rastin paraqinit, që vlerësoni ju atë rast, edhe aty kanë fillu edhe mu aty unë jem arrestu. Nga i moment kër ka thënë çka është kjo, edhe aty ai ka fillu tani hetimet me zhvillu, edhe prej aty ishit më nuk jam dalë dhe i sa kumë. Ju keni vazhduar të qëndroni tek kazerma Marshall Tito në Shkup? Kazerma Marshall Tito janë zhvillu hetimet në Shkup. Ju nuk ju kanë kthyer më në Prilep? Jo, në Prilep mos jam kthy kur se bileta tani drejtim ka qenë. Po, nuk ju kanë kthyer më në Prilep? Jo, në Prilep. Edhe nisën hetimet, edhe dyshimet ishin për çka? Hetimet kanë qenë fillim në përgjithësi për situatë. Po hetimet që kanë qenë për mu, që mas shumë të më kanë stresu, vike një person ekstra më pyet pse ke qenë në Stambol. Pse ke qenë në Stambol? Pse ke qenë në Stambol, edhe aje për mu ka qenë, se shumë interesant, me mu kanë qenë kursim shumë të kujdesshëm, se tu e ditë që jam me profesion jurist, qatë shumë presion të madhë kanë bënë në mu. Të unë i kanë përdorë mas pari metodën e pagjumësisë. 22 orë në pyetje, 2 orë më kanë qumë me fjetë.
ata e në rrugë personeli i hetosis gjdo 2 orë, unë e njeti, këmë najtë kështu 22 orë, sistematikisht ka ndosë sa ditë? 22 orë, një javë ditë ka zgjatë kjo procedurë. 22 orë, në pyetje, 2 orë më kanë shumë me fjetë. Edhe ato 2 orë këmë kanë shumë me fjetë. Një ushtarë këmë pas këto, një orë këmë pas këto. Te koka 2 ushtarë këmë pas. Edhe këmë qenë, dhe më thonë, dhoma të osisë që i kanë pas ata, në shërbim vetë. Mbi qyre 24 orë. Po, edhe 2 ushtarë këmë pas anësh. Po. Një javë ka zgjatë ajo procedurë. Pyetjet se tani të falë ma vënë me përgjendje fizike. E pyetjet që kur vishin që ata se për pyetje tjera nuk i kisha problem se më pyeshin për situatë në Kosovë, për ushtrie, ato nuk kanë qenë shumë pyetje shumë të lehta. Mirë po, personi që vike më pyet për Turqi, ai ka qenë i rangut shumë më të lartë i personelit se unë ato vresha në fjalor edhe në fjali që i thurke. Më thonë, ishtë shumë ma ngritën. A ishin Sërba apo Macedonas? Ja, federativ? Ja, ta kanë qenë Sërbë. Ja, në të shërbim Macedonë dhe tjerë nuk ka pas, absolut. Ja, ta kanë qenë vetë Sërbë. Se sa do ku do në theksë, diferencojnë për jashtë e mirës me Malazes, unë ndryshën se ta tjeti ndryshën edhe në theksë. Se unë veç i kisha bo një vjetë shërbim ushtarak ato veç Sërbë-Kroatisht, edhe hetimet kajtë kanë qenë Sërbisht, dhe më thonë, u bo gjua, bilem, më pason më përgjegjë Shqipë në seancë, unë e kumë pas problem përgjegjë si e më përgjegjë Sërbë-Kroatisht. Edhe unë arsëtimin e kumë pas si alibi e kumë pas në mbole, se na kemi familjarat jenë në Turqina dhe Pazar, unë kumë thonë kumë qenë në vizit familjarve, edhe arsyeja tjetër që ata nuk kanë pas fakt material me më ofru, me thonë, ja kontaktet e tua. Edhe tash, ta mbyllë me këta se unë mendova si ata nuk pedishkan që kam une kontakte, që kam pas kontakte me personelin e Shqipërisë, kur përfundoj këtë seanca, se i këthejmë i ta edhe një herë të osisë. Erë një provë shtak, po më pytë, tha, krasnisht, tha, jam interesuar, tha, me dita, ti, tha, si jurist, tha, që shë vlerësa, tha, komplet procedurën. Prej arrestimit, trajtimin, cilësinë e veprës penale, lartësinë e dënimit, tha, komplet, tha, po du, tha, me digju, tha, prej teje. Unë i tha shkurt ati, tha shumë falenderoj që më keni dënu. Tha pse, tha? Tha shpo, unë e tha si jurist, tha shumë pas ambicje, tha si të thejna me vazhdu matutje dhe me dalë me punu si gjyqtar, tha që i kështë dënu popullin pa fajta që shumë dënu t'ju mu, tha që së më keni lau me hinë gjëna, tha e kry që dënim, shkoj në shpi, si kom bërë qërkuj. Ja nisi për dhe të kryt, tha e mërë krasisht, tha ti, tha, seriozisht tha me ndonë, tha që nuk e dim, tha, na që ke botë ja? Ti, tha, ke bashkëpunu, bile këton fjallën, së ma tha, bezbedon, po sigurim, tha, ti ke bashkëpunu, tha, me sigurim, tha, shqiptar. Po ty ta ka mundësu profesionin, tha, ke bo veprën, tha, ke fshi gjuhëm. Tha, është fakta që nas kem zohë kur gjo, tha, po na e dim që ti ke bashkëpunu me sigurim shqiptar. A këshin informacione që ti me një varforme mundje ti vendosësh kështu në peshore dhe në atë sitën e vërtetësisë për të parë nëse dikush ka informuar tamam se çka ke bërë? Nuk kanë pas informacione, po metoda e të marrjes në pyetje tyne. Po, unë për fat mirë, kur kom qenë student e kom pas punu një temë seminarike, marrja në pyetje të akuzumit. Ta shisha vetë në atë pozitë, si lidhën të sane. Po kështu diçka informacion sa çka ke bërë s'ka bos kështu. Nuk kanë pas informacion, po ata të bojnë me dyshu se kanë informacion. Se kanë informacion, po kjo është metoda. Bojnë pyetje, biseda përgjithshme, edhe ti nëse nuk je i përgatitur ose nuk ke njohuri për metoda se si ata bojnë pyetje, ti të regonë vetë. Ta kryojnë bindjen që e din. Ta kryojnë pyetjen që e din, se ata ti bojnë pyetje për shembull që ke bërë për shembull me vllau tan ose me një shok të ngushtë tan, edhe ty të kryojnë bindje si pas ka lejë rumu vllau. Po. Çat bindje ta kryojnë ata për personat që nuk e kanë njohur atë procedurë. Metoda e sigurimit. Metoda, ata sigurisht tani fillojnë vetë me tregu. Okej. Edhe mjafton. Veç që thojnë se veç fijet mja gjetë lamë, se tani zhvillohet komplet matutja ajo vërtetja ilegale. Tentuan t'ju lënë pa gjumë, tentuan me një varforme bëjnë presion implicit në këtë situatë, apo jo? Po. Po ishe duke thënë që mos të ndërpres, urdhra. Po. Ata i kanë shfrytzu edhe si metoda se jenë mundu ata gjithë me të qitë në depresion.
E ka përshamë metodën e pagjumësisë, metodën ka njësu shumë metodë sfastrimi tronit. Ajo është shumë e rrezikshme, edhe të hipnotizimit. Tri këto metoda ka njësistu të unë e mi bo. Po unë po thamë... A funksionuan? Jo, vesh falë profesionit. Se një shok të amin e ka funksionu të ajë që ka marrë të unë në pikë. Së dhe gjendje psiqike, për te profesionit është dhe përgatitje. Ti merë men ata gjatë hetusisë, ata kanë qenë shumë edhe psikolog fort që kur ti bojnë pyetje ty, me reagime tua ti e tregon nëse i prekin atë pikën kyçe ku mundin nxjerrë diçka prej teje, njëri instinktivisht reagon pa me thjashme. Nuk e kanë arritë ato. Ti merë men veç për të tregoj thjesht, as thoshin marrë krasni thoshin ti e din që vërtet shtypi Jugoslav ka shku jashtëzakonisht shumë për mu, do të se këto ma vënë kur ngrita këtë akuza. E din thoshin që ti kur dish prej burgit, këtë popullit kanë me të bo, me gjesë qëre kë armiku i popullit, edhe kërkur se isha pa martu. Kërkur se i ty s'ka me pranu martu me ty. Ki me te ki ton jetën që shto rrugë, ki mos hil, unë e disha që sa mirë, po unë më nëjsin me gjetë ata dikun, ku është pika i me dëbë, do me thonë, s'ka lau kun, pa prek, por nuk ja dollë. Nuk ja kanë dollë. Kur ka qenë që nata e 7-8, u lodha fizikisht. Që ma qafa nuk e ma ki kukën që të ndike. Pa gjumësi, edhe ushqimi kur ta bishin me hangërë, thëshin, urna hese, nuk e kena helmu, thëshin se me dashtë me të mytë mysëm kur dojnë. Hapta zë mi kanë dha. Pije thëke, se mbishin edhe me pi. Pije thëke, më sëtut se nuk ka helm. Ta vishë këshyre, në me thonë, edhe të kanë pru me hangërë, edhe të kanë thonë se kena helmu. Pije se se kem helmu. Me thonë, u konë presionin në gjdo aspekt të hetosisë. Edhe mas sa dite e pasë edhe vetin që i vetë që i lohatun në qëndrime se pa gjumësi. Metode e sfastrimi trunë, të metode e sfastrimi trunë duko interesant që të unë ka pas efekt kundër të nëse kur insistojshin ata me dalë në ata më kujtojshin marrjen pyetje të akuzumë dhe kumë pas kyte të profesor Veselativin e kumë pas. Si kur me nëzirë lidhe me ledzu më kujtojshin marrjen pyetje të akuzumit metodat. Edhe unë ju kundërvish ato dhe gjithë të fjallën, më thëshin ati si pravnik. Edhe u lodha fizikisht, edhe psikikisht u lodha, pe ati presioni, edhe pithom ati i prorit, thash, len mi thasante, po shaj, nesër ka më të regu këtë qka ti. Edhe aje pranaj me njerë. Ka qenë orë dikun ka 12 e natës, që ka urnu se ata ushtarët ishin men aty. Mere krasni ishin qodet të. Ato i kun kriju një bindje që thujnë të zote, se egzistoj një fuqi, cila i regullo këto sene se një nuk mundet. Kun fjetë vesh 5 orë kështë. Edhe kur jem qunë me në gjesë, aqë kun qenë i frest, thu se s'ka ndodhë kur gjë me mu. Në gjdo aspekt, edhe fizik, edhe psikik. Edhe, balavacim pasaj shka ndodhi? Zoti, po mu i ka me të pështu se tjetër. Pasaj në balavacimin arshëm shka ndodhi? Balavacim, kur jem shku aty, gjithë e prorët që kishin zhvillu hetimet me mu ishin ardhë në të dhomë. Ta shumë digju mu që ka po thamë. Edhe kur shkova unë atër shumë i relaksum, si s'ka ndodhë kur gjë me mu. Se frikë nuk ka, dhe këtë ta them. Në momenti që jam arrestu, aty janë dy, ose des ti, ose des frikë, janë du të me vdekë. Se dyjat nuk funksionojnë. E të unë e ka vdekë frikë, si më kanë arrestu, ka vdekë frikë, dhe mo nuk më pas frikë as për tortur, as për vrasje, as për